Një afërmim 33 vjeç po kërkon të martohet, po s'po i del fati, 33 që e ka ky. Pra kena marrë pyetje 36, kjo që e ka 33. Ka kërkuar gjitha netat, po s'po gjen. Tani unë i thash, kur të vesh në Shqipëri, shko tek një hoxh të këndojnë, mos kanë bërë ndaj gjë. E ky kishte shkuar ke hoxha i kishte kënduar dhe i kishte thënë të therte një pul të zezë. Ky pasa shku ke shejtani, nuk pasa shku ke hoxha. Ai hoxh që thot theri pul të zezë, është shejtan, insan, dreq hoxhe. Ka shumë për këtyne që hiqen si hoxhallar, po s'janë hoxhallar. Në momentin që hoxha kërkon prej pacientit diçka që s'ekziston në fen ton, do të thotë se është bashkëpunëtor me xhinët dhe me shejtan. Erdhi dikush, s'po më çelet fati, ku i kënon Kur'an, ajetet e magjisë, ajetet e mësyshit, ajetet e smirës. Nëse njeriu reagon diku, do të thosë se ka diçka, nëse se reagon, selam aleikum, aleikum selam, fal namaz natë o shok. Fal namaz natë, lexo Kur'an, bëj dhikr, bëj dua Allahu. Jo therr pul të zezë. Fjala e hoxhës, therr pul të zezë do të thotë që nuk është hoxh. Është bashkëpunëtor i shejtanëve, bashkëpunëtor i xhinëve. Prandaj larg këtyre njerëzve. Mirë është që këta me i denoncu. Thosh, bësh një deklarat, një video. Isha sot ke filan hoxh, edhe ky hoxha më tha që duhet therr një pul të zezë. Po a them këtë gjë që të keni kujdes, mos shkoni mo te ky hoxh se që e ka nona e drejtit. Këta njerëz duhen denoncuar. Qa ndodh me njerëzit? Ndodh kjo gjë e vuna në shpirt edhe i këna, jo më jo duhet denoncuar, kush është rasti? Cili është ai hoxh? Se ndoshta institucioni merr masa, po patën frikë Zotit dhe morin vesh një imam i thot njerëzve që therin pula të zeza, institucioni po pat frikë Zotin, me njëherë heq nga hoxhliku. Se vetëm hoxh nuk mund të jetë ky person. Çdo gjë mund të jetë përveç hoxhlikut.